Mirëmëngjesi. Nuk e di. Nuk e di sepse do doja të isha si ato persona që zgjojnë mëngjes edhe janë wi. Nuk jam unë. Sikur nuk më çarkullon gjaku mirë se kur shtrihem, filloj e shoh krejt zi kur shtrihem. Si jeni, si po ja kaloni, qa ka nejt re, qa ka nejt vjetër. Sot duhet të bë pastrime. Dje ishte një ditë shumë e ngarkume, as unë as mami s'kemi pas kohë më marrë me pastrime, edhe kështu që dje janë mbledh disa budalliq që jo po disa janë, jo po disa kështu. Pikës pari, mëngjesin duhet me hangër. Apo jo mjush, o dritë, o shpirt, o kokël. Kam një pyetje. Si thuhet, do të thënë qa është kokla? Mos gabofsha është një diçka që hahet, kur isha në fshat të gjyshi, prisnin pulën edhe ishte kokla. Qa është kokla? Sepse disa njerëz nuk e di se qa është kokla, unë s'di se më ja përkthy. A din kush për jush qa është kokla, ose me ma thanë në gjuhë tjetër, italisht do ishte mirë. Dje mami më ka marrë një briosh me çokoladë. Ndërkohë që ha mëngjesin, do vazhdoj të shikoj Modern Family. Unë kam një varësi ndaj serialit Modern Family, se kjo mund t'jetë hera e 6 që e shoh, edhe jam në përfundim, mungojnë 2 epizodat e fundit, edhe e di që do qaj. Nejse. Momenti me pi vitaminat. Këto janë vitaminat që po marr tani, Viviscal, edhe ndihmojnë për flokët. E di, do thush, kjo që ka budalle. Ka diçka ky serial që më mërzit kur përfundon, sepse në çdo periudhë të vështirë të jetës time, e kam kalu duke pa Modern Family, sepse më jepte një arsye për me buzëqesh edhe me pas diçka që më shpërqendron nga menimet e mia. Gjithmonë kur nuk isha mirë, edhe nuk doja me nejt vetëm me menimet e mia, shikoja Modern Family gjithmonë. Më lejonte me heq menjen, ndoshta nga ato që jam duke menu edhe mos me menu hiq, edhe me menu Modern Family. Edhe maj men se ishte bo varësi për një pjesë kohe, sepse kur nuk më kapte interneti, mikte truni sepse kisha frikë. Nga një anë e dija që kisha frikë me nejt vetëm me menimet e mia. Edhe gjithmonë kur ndodh diçka në jetën time, gjithmonë shoh Modern Family. Ti do thush, po çka ka ndodhur tani në jetën tënde që je duke pa Modern Family? Nejse, nuk ka rëndësi. Okej, tani që i derdhem një 2-3 lot, mund të vazhdojmë me ditën. Si ka mundësi që gjithmonë më del një dinozaur? Edhe mundësisht, më ka dal një puqër edhe këtu të buza. Shifini sa rrushin e ka marrë mami dje, te shtëpia e mamit Sofias. Edhe se ku do të qojmë gjithë këtë rrush, kam shpreh sa herë, po diçka që urrej në punë të shtëpisë është me lajenët. Preferoj 700 herë me bë punë tjera se sa me lajenët. Fatmirësisht ishin shumë pak enë. Diçka që po mundohem me ndryshu, avash, se pasaj të gjitha nuk vinë për një heri, është që kur ka rroba që janë tha, nuk i lej aty edhe pasaj më lidhen edhe tjera. Jo, tani i mbledh këto. Edhe shkoj direkt te Nezi hekurin, edhe i hekuros gjitha këto. Do të thënë janë 5 rroba, kështu që më mirë kështu nga pak, se sa pasaj kur më lidhen edhe maron mas nesër, sepse para disa ditë ishim mbledh shumë rroba edhe mu deshën një 2 orë me hekuros gjitha. Shkojmë t'i heqim qafe këto. Unë ta thash, detyra që urrej më shumë nga punë të shtëpisë është me lajenët. Po për ty cila është ajo detyrë, punë shtëpie e urrejnë. Edhe me hekuros nuk është se është një bukurie e madhe, sidomos verës. Ti sa dush një kondicionerin, prapë se prapë ky avulli nuk të lën. A nuk jam musre për shtëpi? Atëherë, kalova fshesën e kurentit edhe duhet me editu ca video, por para deshta me thanë që inteligjenca artificiale po na pushton, edhe është shumë e frikshme, por është edhe shumë e bukur nga njerë, sepse dje nuk po më zinte gjumi edhe mu desh një orë, po nejse, se nuk po e bante si çdoja unë, po krijova një foto, edhe në këtë foto është një foto fake
babi im edhe vllai im, nuk e di pse isha fiksu që doja me kriju ca foto, se nuk kam shumë. Ndikur nuk kam pas shkrep kaq shumë foto edhe i bi shumë pishman, po tani koha nuk kthehet mrapsht. Duhet me kriju ca foto të tjera, po mu desh tash një orë vetëm me kriju kët me vllain tim. Du me kriju edhe një me veten time, po do më duhet një orë tjetër, por do t'i dedikohem edhe do e krijoj edhe me foton time. Po bëhem gati se do vije një shoqe imja me Marianica, sepse do ikim më vonë te go-karts në Milano, unë, Janica, Cindy edhe një grup shoqërie, por janë gjithë italian, kështu që nuk e di se sa mundësi do kem me regjistru, por do mundohem të kap në një video, në një scan, produktet e mia të preferume. Nga Maybelline. E adhuroj sepse është e lehtë, edhe nuk është se ndihet sikur ke kush e di se sa produkt në fytyrë. Është mbuluese gjithsesi. Sot nuk kam bë punë tjetër, vetëm duke qaf. Vetëm më kanë dalë video trishtueshme në TikTok. Në fakt nuk është se ishin gjitha trishtueshme, ishin edhe lumturie, por robi qanë edhe nga gëzimi. Edhe duke fol pak më para me Janicën, më tha se kishte ik dje me bë piknik me një shoqe. Edhe më kujtoi diçka se i thash edhe unë i kam qef, edhe pse kam kohë që s'bëj piknik. Po thjesht më kujtoj diçka që kur isha e vogël, arushimi i preferuar ishte Winnie the Pooh, edhe kishte një kuti përpara, do thënë ishte arushi edhe para kishte një kuti të vogël, ku kishe mundësi me fut diçka, edhe unë gjithmonë fusja një suko të vogël aty, edhe një znek. Merja biçikletën time, bëja xhiro rreth shtëpisë se nuk mu lejonte me ik më larg. Merja edhe një batanie të vogël, pastaj e hapja aty në borë, edhe ulesha unë përballë me Winnie the Pooh. Edhe pija sukun time, haja znekun tim, edhe mendoja, kjo është jeta. Kishte lezet, sinqerisht, një suku, një znek, isha më e lumtura. Cili është outfiti për sot? Ndërkohë që presim që pjastrat ngrohet. Atëherë, këtu ka pak romuj, por ka mundësi të vesh të pantallonat e bardha, do bëjmë pis. Me shumë mundësi. Ka mundësi të vesh ato me qa bluzë bë. Di që e bardha shkon me gjithçka, po nga njëherë më duket sikur pantallonat e bardha nuk shkojnë me gjithçka. Po bëj make-upin e ndjej si diçka kryesore, me pastru të pjesën këtu. Se më duket sikur më lidhet ndaj pislik aty edhe i make-upit dhe nuk duket bukur pastaj. Nga që jam shnosh pak, javën që vjen do iki me bë ca trajtime për kështu ritensione hidrika, do ta kërkoj se si thuhet shqip, për celulit e kështu, se pak të kamët mirë do ishte. Okej, I'm ready. Nuk kemi planin, kuptim që nuk e di që do bëjmë pastaj, edhe nalemi me hangër dark, apo jo, apo do vim në shtëpi. Nuk e di se që planin kemi, kështu që gjithsesi thash, dhe nëse nalemi me hangër diku, nuk e kam plan me u vesh ma ndryshe se kaq. Let's go. Kush po me përmen se m'ka ka plemëza? Nuk të më kaloj. U darë... No. S'pas ka kalu. Se isha të thënë, pas ka dash me nis video për me m'kalu lemëza, po s'pas ka kalu. Zot. Gjithsesi unë erdha në shtëpi, edhe nuk kam fragmentet në dhajat e go-kart, sepse nuk kishin kamera. Edhe kur shkum atje, nuk u lejote në normal me maj telefonin, se s'ki si me për ndër telefonin me go-kart. Nëse keni shku në herë me go-kart, është e vështirë, timonja shumë i fort. Edhe vetëm kur pas e përfundum, i thash atij djalit, a ka mundësi me pas videon? Se e mora për të mirë qanë që do ketë video. Edhe më tha, jo, ne nuk kemi kamera, kështu. Unë e vunare që nuk ishte GoPro te kaskot, po thash, ndoshta ka kamera vetë, përballë makinës, ndoshta ka një kamerë që regjistron. Lesht. Se bukur do kishte qenë me pas video. Ishte shumë argëtuese, u përplasëm një 1000 herë, unë dole e funit. Mes nesh që ishim duke bë xhiro ishim 5, edhe unë dole e funit. Janica dolje 3, e Sini dolje 4, por ishte shumë fani. Do kisha dëshirë me shku prap. Nëse jeni në këto zona, atje ku shkum ne, ishte Hollywood Kart Bicocca. Tani darkën e kam hangër pizza, do të me pi vitaminat, ponez lavatricen, e u mor si s'dit me mik lemsa. Edhe kjo pushra vetëm po zmadhohet, shife si ka dale bardh, po dhem, nuk e heq gjot. Ula. Mami tu fol me tezën, edhe do shohim televizor tani, sepse është një program loj që më pëlqen. Është kjo, Gira, no, La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti, edhe çdo dark. Po thuj se unë e mami e shohim këtë në televizor. Fillon diku në 8:30, mbaron 9:30.
E pastaj gjumë. Kjo ishte gjendja e rrobave. Edhe po vishesha se do vinë shoqet e mia. Edhe ja, getat. Edhe këto janë ato getat mundësisht e trasha që duket sikur janë të zeza, transparente, por jo. Nëse thash do vinë Sindja dhe Janica, do ha ndar këtu edhe pastaj do dalim. Okej, po bëhem gati para se të vinë. Grisa getat. Edhe s'kam tjera, do me thënë, kam, po nuk më mbajnë. Nuk më hynë, jam munu. E di që ti mund thush që po janë geta, si ka mundësi që nuk të hynë. Nuk më hynë. Nejse, shkuj t'ju hap derën, se për pak vinë, edhe të filloj të vej ujnë, se do bëj pasta. Kam një krem tartufi, edhe me qenë se na u ka fiksu tartufi këto kote funit, do bëjmë pasta me tartuf. Amore, dashuriti. Se vuna ujnë, të vloje, edhe pak edhe vinë, s'kam outfit, krejt në regull. Apo jo drit, apo jo dashuri, shpirt, kokël. Si shije ky tartufi, duket shumë i mirë, edhe shumë, jo shumë po strong. Edhe ndoshta do t'i hedh pak panna, që mos të jetë shumë strong, se është pak i bajatshëm, edhe nuk du që të bëhet i bajatshëm. E kam tepru pak me makarona, kam hedh 500 gram për 3 veta, janë shumë e di, por duke i marrë masat fix të pronin shumë pak, dhe thash, po e hedh krejt bajlesh që të proje hanesër. Ciao a tutti! Vediamo l'arrivo anche di Cindy. Guarda! Chi c'è? Che a me non piacciono i dolci. This is the vibe. Poco. Beh, uno di questi piacerà, no? Ma come lei, fidanzato la Po shohim Jerry Scotti edhe ashura nant, është pak herët për me dal, edhe po shohim këtë lojën. Dai, fammi vedere Jerry. A me piace la Ja, Jerry ku është. Oddio, fatemi spazio. Vieni. È un po' acida. Cili është plani? Që po bën? Që po bën? Ah, finalmente ho trovato anche io un problema come quelli di Arsela. Che io l'uva la mangio solo se qualcuno mi taglia ogni chicco così e mi toglie i semi dentro. Ma senza semi? Ma cosa che ne ha aperto uno e c'aveva i semi dentro? Ma cosa? Ti è capitato lo sfigato? Kjo është gjendja kur dona me bë foto vërdall, i marrim rrobat me veti, ndrohemi sa për foto, edhe pastaj vishemi prap, kështu që mos u habitni. Ma sincero è adorable. Sì, adesso torno. Adesso torno, madonna! Che cacca!